Mirë se ju gjej, të dashur miq. Në programin e sotëm do të cilëm një histori të vështirë, betejën e një vajze të re, e cila në fakt ishte në kulmin dhe është në kulmin e jetës, është shumë e re, por që fati deshi që ajo të përbalej në këtë moment me betejën më të vështirë të saj, dhe që do ishte për çdo, absolutisht, beteja për jetën. Ajo është vetëm 25 vjeçare. Gazetare e re, vjen nga Kosova, pikërisht në momentin kur ëndrat e saj kishin filluar të realizoheshin, ishte duke projektuar të ardhmen, me dëshirën e madhe për të bërë pjesë e televizionit, ishte duke punuar çdo ditë për ëndrrën e saj, ndërkohë që në një moment caktuar ajo mëson që vuante nga një sëmundje shumë e rëndë, e vështirë dhe e rrallë njëkohësisht. Kështu që të tëra planet anashkalohen dhe kthehet në qendër të vëmendjes është pikërisht jeta, lufta për jetën. Ajo në këto momente është duke luftuar për jetën. Unë dua që ta presim në studio dhe të njohim historinë e saj, ta dëgjojmë të rrëfyer nga vetë ajo. Është një moment në cilin ajo është mirë, momentalisht ka bërë një ndërhyrje kirurgjikale më herët. Ne do ta dëgjojmë me detaje të gjithë historinë e saj, që në momentin që ajo mësoi nga çfarë vuante dhe si kanë rrjedhur ngjarjet deri më sot. Pasi ta kemi në studio, sigurisht që do të sjellim edhe insertin e historisë së saj të përmbledhur në fillim përpara se të nisim bisedën. Vjen në studion ton Saranda Hoda. Mirë se erdhe, Saranda. Është kënaqësi që të kam këtu. Falenderoj që je. Saranda është vërtet një vajzë shumë bukuroshe dhe unë jam shumë e kënaqur që ne kemi sot këtu, edhe dua që ti të vazhdosh edhe të kesh mundësi ta jetosh jetën tënde në maksimum edhe me gjithsej. Atë edhe po munduam ta bëj. Si shkoi rruga? Rruga shkoi për mrekullim, mirë shumë, nuk ishte ndonjë vështirësi, veç se u lodha pak të qëndruar në makinë pasi që ka pak kohë prej operimit dhe jam akoma me gjitha fashat në pjesën e abdomenit. Edhe plagët janë në trupin tënd janë ende të hapura. Edhe për këtë tu desh edhe konfirmimi mjekut në Gjakov që është në kontrollin tim përcjell gjendjen time non-stop. E pyeta atë sa mund të shkoj në emision të Urdina dhe më tha që po bëjmë një përjashtim me kujdes të shtuar. Edhe është më mirë në fakt që ta dëgjojmë këtu se sa të kishim një lidhje me Skype, kështu që mund të falenderoj që ti erdhe këtu edhe për të marrë dhe më tepër kohë për ta dëgjuar gjithë histori. Ndjekim insertin që kemi përgatitur fillimisht për Saranda Hodën. Ndërkohë ne ulemi ngadalë për të vazhduar. Ndjekim insertin. Pasioni për televizionin ka qenë i hershëm për vajzën nga Gjakova, Saranda Hoda. Me shumë dëshirë dhe vullnet, ajo ja doli të jetë pjesë e tij, duke punuar për 5 vite si gazetare në televizionin First Channel në Kosovë, duke mbuluar showbizin. Mirë të dashur, kaq kishte edhe biseda ajo me të ëmblën ton Lorin. Por ajo që e bëri më të dashur për publiku 25 vjeçaren ishte padyshim pjesëmarrja në një prej edicioneve të reality show Shtëpia e Kosovës. Saranda është një nga mysafirët të më interesante në shtëpinë e Kosovës. E ndërsa Saranda, shkurt e njohur si Sasa, po vijonte të ndiqte ëndrat dhe të projektonte të ardhmen, shëndeti i saj vetëm një vit më parë do t'i rezervonte një të papritur të hidhur. Saranda vuan nga një sëmundje e rrallë e quajtur hemangioma, që ka të bëjë me rritjen e pakontrolluar të enëve të gjakut. Në muajin prill, gjendja e saj do të përkeqësohej shumë, saqë mjekët i dhanë pak shpresë për të fituar këtë betejë. Pas shumë peripecive dhe trajtimeve përfshirë dhe ato me lazer, Saranda në korrik të 2016-ës i nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale që kushtoi rreth 40.000 euro. Në mungesë të kushteve në Kosovë, ajo u trajtua në Spitalin Shtetëror të Beogradit, i cili ka qenë dhe operacioni i parë në botë për këtë sëmundje. Por jo gjithçka përfundon këtu. 25 vjeçaria ka sërish nevojë për 3 ndërhyrje të tjera që për të janë jetike dhe që kanë një kosto të paborballueshme. Që prej muajit shtator, miq të afërm dhe vullnetarë të shumt u bashkuan në një solidaritet të jashtëzakonshëm me Sarandën. Me anë të rrjeteve sociale, të shumta ishin publikimet që kërkonin ndihmë për vajzën nga Gjakova, një ndihmë që nuk u kursye nga kolegët, njerëzit e njohur dhe të panjohur, por ka ende punë për t'u bërë. Për të realizuar ndërhyrjet që mund t'i shpëtojnë jetën, duhen ende të ardhura, pasi vlera e tyre llogaritet në 50.000 euro. Por edhe pse jeta e ka vënë përballë një sfide kaq të madhe dhe të vështirë, Sasa vijon të mbetet e fortë dhe me plot vullnet, me shpresën që me ndihmën e të gjithëve, ajo t'i kthehet jetës normale dhe profesionit të saj sa më parë. Kjo ishte historia e Saranda Hodës, ose
e Sasës. Sasa të shquajnë shkurt, apo jo? Ke kohë që i kishe hyrë rrugës e televizionit? Që bëhet bëshe gazetare që ke filluar sa kohë kishe që merreshe, që kishe hyrë kësaj rruge? Prej moshës 19 vjeçare, sa po përfundova, sa po dola për reality show, në fakt gjithmonë ka qenë ëndra ime moderimi edhe më pëlqente të isha pjesë e televizioneve. Kur mbarova reality show, atëherë fillova edhe punën në First Channel, ku ka qenë televizioni parë, ku fillova edhe emisionet e mia, edhe kisha gjithat lirin për të pas çdo emision edhe për çdo ide ime ishte veç e aprovume. Ama gjithçka ndryshoi, në momentin kur ti mësove që vuaj nga një sëmundje për cilën ti kishe dëgjuar më herët? Kjo sëmundje ime ka qenë, është sëmundje prej lindjes, jam lind me këtë lloj sëmundje, me këtë lloj hemangiome. Kur e ke mësuar që vuaje nga hemangioma? Kam mësuar kur kam qenë 9 vite, kur kam shku për herë të parë në Itali, ku kemi kërku, na kanë thënë që është një lloj operacioni që nuk kryhet në Kosovë, edhe na janë adresu për të shku në Itali. Kemi shku në Itali, disar kemi shku vetëm për analiza, kontrola, se nuk dinin si mja dalë, se vena shumë edhe operacion shumë i rrezikshëm. Për mi u fut një operacioni aq të vështirë, nuk e merr ke përgjegjësinë asnjëri. Çfarë është kjo sëmundje për ta kuptuar më qartë për teleshikuesit tanë? Çfarë është hemangioma? Hemangioma është rritja e pakontrolluar e venave. Domethënë, çdo gjë që ka të bëjë në trupin tim është, dhe gjithsecili që vuan nga hemangioma, është që njerëzit kanë çakullimin e gjakut shumë më të shpejtë, venat që i kanë gjithsecili njëri janë më të teksume dhe janë të dalë në jashtë trupit. I kam në pjesën në abdomenit, ka njerëz që kanë fytyrë në dorë, në komë. Po rasti im ka qenë një rast të veçantë. Pra ti nuk e ke në gjithë trupin, e ke vetëm në pjesën e barkut, në zonën e barkut. Po, në anën e djathtë. Në anën e djathtë, dhe aty ty të rritan venat dhe enët e gjakut? I kam pas gjithmonë deformume, kanë qenë deformume, po asnjëherë nuk më kam pengu. Se kam pas pojasa, haltera, që gjithkohon është dashur me i majtë të ngushtuar se vena duhet me qenë të shtrëngune, edhe nuk më kam pengu asnjëherë, përkundrazi gjithmonë kom qenë që nuk e ku marrë asnjëherë si smundje. Thesha është çaj i lindjes dhe më ka veçu Zoti për tjerëve, edhe kum vazhdu, kum jetu normal pa e pas. Fillimisht si adoleshente e kisha shumë kompleks, sepse i shifja shoqet e mia ku ikshim në pishina edhe në për diskoteka edhe... Ti nuk shkoje dot me ta, apo jo? Jo, nuk kom shku njëherë deri pas moshës 18 vjeçare, kur fillova me u pjekë dhe me i kuptu gjanat ma ndryshe. Nuk kam shku në për pishina, gjithmonë jam vesh me gjana që janë ma të shlira, nuk kom dosht gjana që ma theksojnë trupin, edhe me të drejten e vuja ato që pse vetëm mu më ka ndodhë dhe pse e kom këta. Ndërkohë, ama ka ndodhur diçka vitin e kaluar, në verën e vitit kaluar, në qershor të 2016. Pra ishte një moment kur smundja jote u bë serioze. Ishte një moment krejt papritur. Ajo u shfaq krejt papritur me disa dhimbje të forta në bark, edhe mendova që mos është ndonjë ftofje apo shkak i zakoneve të neve femnave që i kemi, edhe nuk e mora shumë seriozisht. Po, kur e pashi ato dhimbje, nuk po ndalëshin gjatë krejt ditës, edhe fillova mundi çdo herë ma keq, atëherë urgjent kam shku në spitalin e Gjakovës, ku mjekët, kur kam pa gjendjen që nuk jam mirë, kam pa që gjakderdhja veç ka fillu tjetë një gjakderdhje e mençme në pjesën e abdomenit. Hemoragji e brendshme. Hemoragji e brendshme, po ishtë që nuk e dishin se cila ven ka shpërthy, edhe gjitha i gjak nuk dilke në asnjë pjesë. Dhe më thonë, gjaku u grumbulloj ke mrena, edhe prej sasis ma të gjakut nuk më ishin as me pa se cila ven ka shpërthy. Dhe më pas, ngjarje të rrodhen që u morë një vendim që të bëjë një ndërhyrje kirurgjikale në trupin tënd, apo jo? Paraprakisht, ndua edhe një herë të sqarojmë këtë momentin që është një smundje shumë e rrallë. Me këtë smundje vuajnë, sipas statistikave dhe pasi ti je interesuar, vetëm 16 persona në gjithë botën. Po, dhe unë jam personi i parë që ka rreziku me u nështru operacionit. Sepse ende nuk është provuar ndonjëherë, nuk është testuar ndonjëherë suksesi një ndërhyrje kirurgjikale. Saqë mjeku në Beogradë më ka thonë që mos të kishë ardhë në këtë gjendje, o jetë o vdekje, asë ne nuk ishim rreziku mi u fut një operacionit tillë. Po pasi që gjendja ime ka qenë
Nëse nuk do... Do më thonë, asë se mjek nuk ishin qka me humbë. Unë edhe në qëfë se rria në shok dhomë ku kam qenë, e kam pas jetën e rrezikune edhe kam qenë për 28 orë shpresa për jetë. Edhe në qëfë se fut shansal të operacionit, isha prape rrezikume, kështu që unë e vendosa që atër kisha vedi edhe vendosa që du me futë në operacion edhe du me provu operacionin. Ndërkohë, ti jeton me prindrit e tu? Cilët janë njerëzit që t'janë gjendur afër në këtë situatë? Njerëzit që më janë gjendur afër, jo veç në këtë situatë, po gjatë gjithë jetës time, janë gjyshi Hallrat, edhe vllau, motra jeton se di nuk është tash me ne dhe Njerka. Do më thonë, Njerka që ta spjegojmë se unë nuk jam me mamin edhe, do më thonë, asë njëherë nuk e kam qytë Njerkë, edhe është pak si ranë me i thonë Njerkë, sepse ajo është mamë për mu. Mamaja që t'ka rritur, mund t'a qua shfare mirë kështu apo jo? T'ka rritur ajo, është kujdesur për ty gjithmonë? Po, gjithmonë. Mamaja jote nuk e lidhje me maman biologjike? Kam lidhje edhe me maman biologjike, kam thënë që ne nuk kemi takuar, unë kam mendu gjatë këtë kohën që Njerkën e kam nanë për 17 vite, pas 17 viteve kam kuptu që nana ime vërtet është tjetër njëri, po ajo nuk jeton në shtetin e Kosovës, edhe nuk kishim kontakt, kam thënë që e kam prit që kam marrë me më vizitu gjatë kohës kur kam qenë në momentet më të vështira të jetës time edhe nuk ka qenë. Kjo është një gjarë se të shjerëndon akoma më shumë të histori, me gjitha të ti s'ka munguar dashuria njerëzore, dashuria njerëzve të tu tafër, ti ke pasur gjithmonë aty dhe vazhdon t'i kesh apo jo, me kujdesin më të madh, me përkushtimin më të madh, me gjithë shkaj që ata kanë, për të dhënë ty dhe për të ndihmuar që ti te kalosh këtë moment. Ndërkohë, le të kthehemi tek sëmundjat. Përqendrohemi aty, na tregove se si ka nisur, se si kanë qenë, se si ka qenë historia e kësaj sëmundje që në momentet e para kur ti ke qenë e ndërgjeshme dhe ke mësuar, më pas momenti kur ajo shpërtheu, ka qenë herë e parë që kjo sëmundje dha këto shenja të forta. Herë e parë, edhe ne Dhe mjekët kur ti u takove, vendose që operacionin ta bëje në Beograd apo jo? Nuk vendosa në operacionin ta bëjmë në Beograd, se ne fillimisht për shkak gjakderdhjes ne udhëtum direkt për në spital të Shkupit, në një spital privat atje, ku unë uroj që askush tjetër mos shkoj më në atë spital, sepse ai përveç se është, nuk e di, ka gjitha kushtet për që një hotel, jo një spital. Më kanë majt aty për 5 dit edhe mjaft holla na kanë shku në atë spital, ku nuk më kanë bo asë një gjë tjetër përveç ingjizimeve dhe analizat e zakonshme, kom pas nevoj për gjak, atë ma kanë dhanë, edhe në momentin kër kanë kuptu që gjakderdhja ime po shkon çdo ditë ma shumë, po bëhet ma e madhe, mu më kanë lëshu prej spitalit, që mos më ra emri keq spitalit Shkupit, edhe nuk e di, më kanë lëshu me më lanë me vdekin shpe. Edhe për këtë arsye, mu më këtësu për sëri gjendja edhe më shumë, edhe kur i ktheva në Gjakov, atë natë si jam këthy për Shkupit, ne kemi ikë edhe një herë në emergjencë të Gjakovës, pastaj Gjakova më dërgon për Prishtinë, në klinikë në QKK, ku kam të regu që kom pas kujdesin tepër të madhë, po fati im që mjetet nuk kanë qenë gjitha mjetet e duhura për një intervenim të ati llojit, edhe me thojnë që vendi parë më i afërt është Beogradi, edhe nuk e dihet nëse Saranda ka me pas jetë dhe atje me mbri. Ishte akute, gjithçka ishte shumë shpejt, duhet bërë urgjent. Urgjent. Mbrite në Beograd dhe vendos dhe hynë operacion, pa diskutim. Është me shumë pozitivitet, me shumë besim. Unë në Beograd dhe hupave dijen, në fakt, prej dhimbëve shumë të mdoja që i kisha, unë hupave dijen dhe për 3 ditë nuk kam qenë gjendje të mirë, sa që Si për para ndërhyrjes apo pas ndërhyrjes? Para ndërhyrjes. Mua më këtu gjendja shumë para ndërhyrjes, ku filloj temperatura e madhe, dhimbë shumë të mëdhaja edhe më transferun direkt në shok dhomë, kujdesi intenziv, ku nuk u zonë mi pas asë një tjetër. Dhe në ato kushte nuk lejoj të bëjë ndërhyrja, pra nuk ndërmere një hapi tila. Nuk lejoj, se unë asë nuk isha në vedije, asë nuk isha në gjendje, pasi që gjitha vlerat e mija gjakut humben. Fitova shkallën e 2 të anemis, ku reziku që ishte reziku i mundshëm që të kaloj edhe në leukemi. Dhe me thonë, ishin u qfaqen
vetë një lloj smundje në atë moment. Megjithatë, kaloi ky moment dhe ti ishe në gjendje u përgatitës thua për të hyrë në sallën e operacionit, apo jo? Po, erdhi ky moment, ke përgatitur një video të vogël dhe ne unë do ta sjell sepse është për të admiruar momenti yt i optimizmit, i besimit në vetvete, i forcës, edhe mënyrës se si ti ndoshta është dhe ky sekreti yt që ti po përballon mirë këtë moment vështirë në jetën tënde. E shohim një video shumë të vogël që ti ke realizuar vetë përpara se të hysh në sallën e operacionit dhe rikthehemi sërish me historinë tonë. Ju dua. Ciao. Ama ti ishe ndërgjegjshme që ishte një operacion i cili s'ishte bërë ndonjëherë. Në këtë momentin kur është bë video, kam pas dhimbje të mërshme. Këtë video kam bë me qëllim që babi më ia dërgoi gjyshit edhe gjyshes, sa ata u shqetësuan tej masë shumë, edhe thashin nëse më shohin mua të qesh edhe më shohin që unë jam mirë, atë kanë me u lehtësu pak. Edhe nuk e di sa shumë dhimbje kum pas në atë moment në trupin tim, po e kum realizuar atë video se thesha të qeshe dhe të marrë në këtë mënyrë në kom i kalu operacionin edhe kom i kalu dhe çdo vështirësi tjetër. Kishe frikë në atë moment që e kishe po sikur operacionit mos shkonte mirë, e mendoje edhe një mundësi të tillë të shkonte në përmend? Frika ishte derisa të futem në operacion, se thesha kur të futem në operacion jam në anestezion total edhe nuk e di se çka ndodh pastaj. Edhe qëllimisht e kam realizuar video që thesha larg qoftë edhe nëse nuk jam më gjallë, edhe pse e disha që jam e rrezikuar shumë për atë lloj operacionit. Thesha ta kenë edhe një video kujtim që jam fut me shumë vullnet. Kisha aty pranë besoj babain, vlla, njerëzit e tu? Po, babi ka qenë krejt kohën afër meje edhe nuk e di është mundun maksimum. Nuk më kalon asë një sekund vetëm, nuk e di a ka flejt një orë në gjumë, apo jo. Edhe ti, besoja këtu kemi një foto, jeni të dy bashkë, apo jo? Përpara se të hyjë në operacion këtu? Jo, këtu është pas operacionit. Atër, jemi përpara se të hyjë në operacion, me siguri ngarkesa e tyre emocionale do të jenë shumë e madhe, shumë e besoj për një prind, çoj fëmijën e vet në ato kushte nuk ka gjë më të rëndë. Unë e di që familjarët e mi janë veç të i shiku këto edhe e di që nuk njihen mirë as pak kur t'ju kujtoj ato foto edhe kur i shohin këto pamje, po atë që ka përjetu më sranti është babi edhe njëna prej hallave që ka qenë me babin. Në momentin kur i thot mjeku babit që duhet me u futë Saranda me pa, se nuk e di ako me pas jetë edhe 28 orë. Edhe kur futet babi mrena, une nuk e di, nuk e majnë mende dhe i kom thonë babit lutem mos më le me vdek. Këtu ka qenë, babi thot, ka qenë momenti ma i vështirë jetës kur një fëmi i kërkom babit që mos me vdek edhe thot që nuk më pas ndorë as një gja, qysh me reagu, nuk më di qka me reagu dhe qka me bon. Një prind në atë moment do t'a jepte me gjithë shpirt jetën e vetë për fëmijën. Absolutisht, po nuk ka pas sesi. Kur kanë kërku gjak edhe në Serbi për mu, se unë kom marrë shumë doza gjak. Edhe më tregon halla që kur ka shku babi, thët ka qenë momenti ma emocionu se kur ka shku babi me jap gjak, i thët asaj motrës, i thët mi merë prej 2 duarve qakun. Edhe nuk e di, aq shumë më ka jopë forcë dhe nuk më ka bu asë njëherë me vrejt që unë e kom gjendje në keq, ka ardhë këtë kohën të qesh, të thonë sa anda mirë, je kalon edhe kjo, shkon shumë shpejt edhe kjo, mjekët po thonë që je fort, edhe mjeku serbë, që është për që di një mjek serbë me tonë që ti e Skënderbe edhe je shumë e fort. Po të thoshte a i mjeku? Më thëjke që je Skënderbe, je shumë e fort edhe e dim që s'ke më të rëzu. Mirë shumë. Dhe operacioni sa zgjati? Operacioni ka zgjati diku rreth 10 orë. 10 orë operacion. Po. Më pas ti u zgjove, kemi dhe një video tjetër të momentit kur ti je zgjuar, është një foto kam përshtypjen, po, foto e pas operacionit tënd që sjellim në këto momente. Ja te kje, këtu je zgjuar ende nga anestezia? Jo, këtu nuk kam qenë zgjuar, këtu ka qenë babi kur ka ardhë me më vizitu, edhe unë kam qëndru për 2 ditë në gjumë për shkak të dhimbëve shumë të mdhaja dhe mësë mi përbalu ato dhimbët. Unë kam qenë në gjumë, po foto është direkt pas operacionit. Operacioni ishte i kushtueshëm? Ishte shumë i kushtueshëm. Ishte 20.000 euro kushtoj operacioni parë.
Ne asnjëherë jemi rritë në familje ku gjithmonë kemi pas biznesin tonë, tollat tona, gjyshimi ka dalë për ndihmë edhe shumë njerëzve të tjerë. Është një njeri shumë bujar, shumë zemërgjër, edhe kur ne menduam që me këtë operacion do të përfundoj gjithçka, kur më tha mjeku që duhen edhe 2 apo 3 intervenime tjera deri në zhdukjen totale të këtyre venave që janë në bark, pasi që çdo plagë e hapur do të mbulohet me lëkurë të trupit. Edhe vyn kohë që lëkura të rritet, pastaj të rigjenerohet edhe të krijet edhe ndërhyrja tjetër. Nuk bën dot njëri pas tjetrit, ë? Nuk bën dot njëri pas tjetrit. Domethënë, unë operacionin e kam kryer muajin korrekt, tash jam të prit edhe për operacionin e radhës, po gjatë gjithë kohës jam në kontroll në Beograd edhe gjitha intervenime tjera të vogla që ka duhet i kryej atje. Saranda, njerëzit teleshikuesit me siguri të shikojnë në këto momente dhe thonë je mirë me shëndet dhe me siguri të urojnë më të mirën, të urojnë shërim të shpejt, edhe pamja jote tregon që gjërat duket për mrekulli. Megjithatë rruga jote është e gjatë, ti ke bërë vetëm një ndërhyrje, ke ndërhyrje të tjera të cilat janë të domosdoshme, në mënyrë që ti ta kesh jetën të sigurt, të vazhdosh të jetosh, pas një lloj problemi dhe merakule. Themi si gjithë njerëzit e tjerë. Kemi një tjetër foto me antarët e tjerë të familjes tënde, të cilët gjithashtu janë gjendur shumë pranë. Është një tjetër foto familjare. Këtu me kë je, Saranda? Këtu jam me gjyshin edhe gjyshen. Janë gjithçka që i kam. Ajo është dhe motivi pse kam jetu, pse kam mbjetu edhe pse kam qenë kaq e fortë. Njerëzit e tu më të dashur apo jo? Po këtu? Ajo është vllai, është Elvini, ku gjatë kohës që duhet me shkuna në Beograd çdo 2 apo 3 javë, kë është krejt kohën me mua edhe më qëndron afër. Njerëzit e tu të afërt, momentin e kthimit nga operacioni, nga spitali, nga Beogradi, kur je kthyer në shtëpi, e mban mend, ne do të sillim një video. Është një festë improvizuar në shtëpi, sigurisht e xhiruar me kamerë amatore në ato momente, për cilë atmosferën kur ti e kthyer edhe kur gjithë njerëzit e tu të dashur, me cilët ne pak a shumë u njohëm nëpërmjet fotografive, të kanë pritur, sigurisht shumë të lumtur që ti e superove me sukses fazën e parë të kësaj beteje. Kur u ktheva në shtëpi. Pas 2 muajsh, ke qëndruar 2 muaj në spital. Në spital, ku humba edhe shumë kilogram, rreth 20 kilogram ka marrë në shtëpi. Më pak. Edhe mjeku kur e shet tash që sa shpejt e ku marrë veten, ai nuk më ka njoftë kur shku në kontroll edhe më thotë, ti je për çudi. Bravo, heroin, një heroin. Le ta shohim këtë video. Videon e pas kthimit pas operacionit. Kjo ishte dita e parë që dola për spitalit, në fakt veç sa futa në shtëpi edhe këtë kohën të vallëzu edhe mjeku kur ka pa në Facebook këtë video kur kom shumë kontrollë më ka thonë që ty ka me të bitë edhe duna me të majtë në spital, nuk bën pej se ki dalë për spitalit ditën e parë me këcy edhe e harrojsha ato që nuk desha me kujtu ato që ka përjetova në spital edhe mungun ato momentet e shoqënisë time që gjithmonë më kanë qëndru pranë edhe kanë qenë shumë dashur edhe në këto momente. Si situata jote tani? Do me thënë, kanë kaluar afërsisht 6 muaj nga kjo ndërhyrje, apo jo? Aktualisht, si je? Aktualisht jam mirë. Jam me plagët të hapura akoma në pjesën në abdomenit, ku i pastroj çdo 2-3 ditë në përkujdes të doktor Vistash Asivarit që në Prishtinë. Në Gjakov, që është një mjek për çdo lavdat. Jam komplet e lidhur me fasha. Edhe nuk e di, po mundohem që sa ma shumë me hec, me u forcu, edhe më duhet shumë forcë dhe imunitet për të futë në operacionin tjetër të radhës. Kur është parashikuar operacioni tjetër e radhës? Operacioni tjetër është parashiku që të bëj tani me 15 janar, po pasi që plagët akoma po gjakderdhin edhe është rreziku i gjakderdh që mos të fitoj prapë gjakderdhje. Një hemorragji tjetër. Edhe shkakuj që të hollave akoma nuk janë gjitha të kompletume, është shtyje edhe për 1 muaj e gjysmë.
ju menduat fillimisht edhe parat që juve kishit me ato përballuat ndërhyrjen e parë kirurgjikale. Nuk ishin vetëm to 20.000 euro që, domethënë, gjatë gjithë jetës time gjyshi është për kujdes dhe ka pagu gjitha shpenzimet, vajtje ardhje në Itali, çdo shpenzim atje, spitalet, ku e diun, gjitha shpenzimet që mundet mi pas një smut, e imagjina për 8 vite me radhë me shku dhe më ardhe në Itali. Sa shpenzime. Kanë qenë gjithmonë shpenzime të vazhdueshme. Mund do të përballonit edhe këtë ndërhyrje të parë kirurgjikale, e cila ishte goxha e kushtueshme prej 40.000 eurosh, ndërkohë që do të ketë një tjetër ndërhyrje dhe më pas sërish një tjetër ndërhyrje, sepse nëse nuk bëhen të gjitha këto ndërhyrje, zëresës është bërë asgjë. Është një smundje e cila kërkon patjetër të gjitha t'i bëhen këto ndërhyrje në mënyrë që të konsiderohet e mundur, le të themi, në mënyrë që ti të shërohesh plotësisht dhe jeta jote të jetë e sigurt, aq sa mund të jetë jeta e gjithëve prej nesh e sigurt, të gjithmonë. Por të paktën nga ana e shëndetit edhe nga kjo smundje që me cilën ti je duke luftuar në këto momente, të quhesh me një betejë të fituar ndaj saj. Është të hapur në Facebook një faqe në shtator, pikërisht një faqe në emrin tënd, është hapur faqe e Facebookut, cila është Saranda Hoda sa ka nevojë për ndihmë, sa e di unë kështu, se kam qenë atku në spitale dhe nuk e di për kujdesin e është një faqe që është shpërndarë nga shumë njerëz të njohur në mediat sociale, në cilën nëpërmjet kësaj faqeje bëhet thirrje të gjithëve atyre që mundet ndoshta të ndihmojnë apo të kontribuojnë sadopak në grumbullimin e këtyre parave në mënyrë që ti të kesh mundësi të përballosh operacionet dhe ndërhyrjet e tjera kirurgjikale të domosdoshme për jetën tënde. Në fakt, ky ka qenë momenti më i sikletshëm i jetës time, kur është dashur me publiku foton time në agjendje dhe kur është dashur me kërku ndihmë edhe prej të tjerëve. E di që sot e dim gjithë që financiarisht nuk jemi në gjendje të mirë askush. Edhe e di që ka shumë raste që kërkojnë ndihmë, ka shumë fëmijë tjerë që janë të smur, edhe është shumë e sikletshme si për familjarët edhe si për njërin që është i smur. Megjithatë, ne jemi shumë, sikur të gjithë nga pak, që askujt ndoshta nuk do t'i kushtonte asgjë, ndërkohë për ty mund të bëjnë shumë, duke grumbulluar dhe duke realizuar, duke mbledhur atë shumën për cilën ti ke nevojë për t'i përballuar këto ndërhyrje kirurgjikale. Ndërkohë, plot njerëz në fakt të njohur në Kosovë janë treguar të gatshëm menjëherë për të ndihmuar. Ka pasur disa prej tyre. Ndërkohë jemi duke parë këtë foto. Kjo është një nga fotot e cila është publikuar në rrjetet sociale, në cilën jepen numrat e llogarive apo jo. Është llogaria në cilën mund të kontribuojë kushdo me sado që të ketë në ndihmë të Sarandës. Po? Nismen, domethënë, kam tregu që shefja ku kam punu unë, Antigona Kutori dhe Valon Maloku, kanë qenë ata të parë që më kanë përkraje dhe kanë thonë që sa na kemi me qenë me ty, edhe janë mundu, kanë lobu edhe ja kanë njës gjithë kësaj fushate me mishe me shpirt, gjithë ato tolla që në mbledh, normal edhe familjarë, shoqëria, mikja ima Altina, që në më thonë gjithë miqtë e me ishin gjithë se cilën mënyrë në ato të vetën që munojshin me kontribu gjithë se cilën me aqë ka mujnë. Pastaj ka qenë edhe moderatori Labi Nistenishit, ku kishte marrë iniciativen të bëjt tolla të artistat e këngëtarët, ku kanë kontribu shumë prej tyre, dhe dua t'i falenderoj publikisht edhe ata këngëtarë. Pastaj koncerti humanitar që është majtë në Gjakovë nga Energy Band, MC Kresha, Lori Këllëzan, Mozi, Getinjo dhe këngëtarët e tjerë, ku aty kanë të bu. Edhe ata kanë kontribuar edhe kanë mbledhur fonde për të ndihmuar. Ku kanë kontribuar edhe në grumbullu rreth 3.000 eurove. Gjithashtu tani më informua në mbrëm që diskoteka në Stuttgart, diskoteka Enjoy, do të organizojnë një mbrëmje humanitare vetëm për mu dhe gjitha ato të ardhurat do të shkojnë. Këtë janë për të gjithë ata që ti sa po përmende, që të kanë ndihmuar dhe të kanë mbështetur në mënyrë që të ta lehtësojnë këtë betejë të vështirë. Ka qenë pash edhe foton që është me Djelza Kulgecin dhe Afërdita Paçaradën, ku kanë ardhur vullnetarisht në shtëpi me më vizitu edhe më kanë thonë që Saranda, ne kemi me të ndihmu edhe kemi me mbledhë dhe ne me këshyrë në shoqërinë tonë që ka muj me bo. Kryetarja komunës gjithashtu Mimoza Kusari, kam qenë eftume në zyrën e saj që edhe ajo do të ndihmoj me aq
sa ka mundësi, se pas i dje, kur jeni kryetare dhe kur ke shumë raste, nuk duhet t'i anashkalosh edhe bësh përjashtime vetëm për një rast. Kështu që nuk e di, ka shumë njerëz vullnetit mirë sa që më kanë bo shumë të lumë të njëkohësisht, po edhe më kanë emocionu shumë. Edhe nuk e di, më kanë bo me kuptu që jam e rëndësishme dhe kam vlera. Sigurisht që ti ke vlera, sigurisht që ti e rëndësishme, pa tjetër. Unë do doja t'i bëja thirrje sigurisht edhe të gjithë teleshikuesve që na ndjekin neve në këto momente. Kushdo që e ka mundësinë për t'ju shtuar listës së gjithë këtyre njerëzve që sapo përmendi Saranda, secili me sipas mundësisë së vet, askush ndoshta nuk i kushton asgjë, gjithmonë në numrat e llogarisë që janë të shënuar në këto momente në ekran. Janë të saktë këto numra që duken janë të saktë, janë edhe për Kosovë dhe për jashtë Shqipërisë. Një nga Shqipëria, ku mund të kontribuojë, si mund të kontribuojë? Mjaftojnë këto të dhëna që janë të shënuar në këto momente në ekran? I kanë të gjitha dhënat në ekran që janë, domethënë në pjesën e djathtë, ku shihet është ajo e bardha, po që është fondi i bardhë, Aty është për gjithë ata që janë jashtë Kosovës, edhe kjo me të kuqe është për ata që janë në Kosovë. Tani edhe IPCO e ka bërë që me anë të SMS-ave mujnë njerëz me kontribu, që çdo SMS, domethënë €1 kushton, edhe gjitha këto SMS-a do të shkojnë në xhirollogarinë time, gjitha paratë mbledhura. Dhe urojmë që të mblidhen këto para, në mënyrë që ti të kesh mundësi të realizosh këto operacione gjithmonë sipas protokollit që mjekët e kanë përcaktuar, të realizosh operacionin e dytë i cili tashmë ti je gati, po thjesht duhet të grumbullohen edhe parat, ndoshta në mënyrë që të mbyllet ky cikël i dytë dhe për të vazhduar më pas edhe me të tjerët, derisa ti ta shpallësh edhe një herë të fituar këtë betejë. Edhe një herë pra i ftojmë të gjithë ata, i bëjmë apel të gjithë ata që janë atyre që janë duke na ndjekur, edhe që dëgjuan historinë e Sarandës. Një vajzë e bukuroshe, e cila këtë herë na solli një pamje ndryshe të një beteje kaq të vështirë. Në përgjithësi, jemi mësuar të shohim rastet më të zakonshme, njerëzit që janë duke luftuar, ndoshta kanë një tjetër historia e tyre ka një tjetër imazh, le të themi, në momente të tilla. Saranda e solli sot me një fytyrë vërtet shumë të bukur edhe me një buzëqeshje rrezatuese, me një energji pozitive edhe me një optimizëm shumë të madh. Unë është emocionuese historia jote, prekse njëkohësisht edhe uroj që ti të vazhdosh të mbetesh kështu e fortë, siç je, edhe ta çosh luftën tënde deri në fund. Luftën për jetën. Një vajzë e re, kaq entuziaste për jetën, e cila në këto momente është duke luftuar pikërisht në emër të jetës. Është për të përmend edhe trajtimi si më kanë bërë serbt, se dihet që në raportet Kosova me Serbinë nuk i kemi të mira. Gjithmonë ka qenë frika kur kom shku që mos ndoshta kanë me më trajtu, mos ndoshta kanë me bojnë ndonjë provokim, ose mos ndoshta kanë me më anashkalu, përkundrazi jam trajtu shumë mirë, jam trajtu si me qenë në shtëpi, e kum harru që jam në Serbi, mjeku që më ka operu, doktor Tomislav Rangelović ka qenë, është një prej doktorve që dua të them një geni vërtet edhe një ndër... Një njeri humanist, apo jo, pa tjetër. Është një prej 10 doktorve më të mirë në Evropë. Meriton dhe Eduard Rokitjet, pa tjetër. A i ka bërë detyrën e ti si duhet ta bëjë çdo mjek kudo, në çdo cep të botës, apo jo? Zoti 1 dhe doktori 2 mua më shpëtuan jetën. Unë të uroj të shkuara, e dashur. Uroj që kjo histori të mbaroj, që ti kryesh të ndërhyrje të gjitha, cilat uroj që ti vazhdosh edhe të realizohen, të bëhen të mundura në fakt, edhe sa gjithë këtyre kontributeve që janë mbledhur deri tani, por që uroj që të mblidhen akoma më tepër. Të falenderoj shumë që ishe këtu, edhe vazhdo lufto fort. Unë para se të përshëndetem dua që ta çoj në vend përshëndetin, se ke shumë përshëndetje për Gjakovës. Veçanti je shumë e dashur për Gjakovarët. Faleminderit shumë, përshëndes gjithë Gjakovën. Shumë faleminderit. Që ke një shikueshmëri të jashtëzakonshme në Gjakovë. Falenderoj. Dhe në veçanti mbrëm një mësuese imja Kopshit, mësuesja Gjuliet, kur kuptoi që jam në emision e ftuar, më tha që je idolli im i vetëm që kam, edhe më përshëndet, më përqafon edhe mua. Përqafoj shumë faleminderit. Putje. Faleminderit shumë, përshëndetje Gjakovës, që ka një vajzë kaq të mirë edhe që urojmë të shkuara edhe që t'ja dalë mban me sukses deri në fund. Të falenderoj, rrugë të mbar, me shumë kujdes rrugës, edhe do të vajmë në kontakt për çdo gjë. Faleminderit shumë dhe për juve. Kemi publicitet, kthehemi shpejt.